Ju përshëndes të gjithëve zonja dhe zotrinj, jemi shvendosur në këndin e të ftuarit. Në fakt të ftuarin e sotëm e kemi njeriun e shtëpisë, gazetar, aktivist, por edhe ish kandidat i Partisë Demokratike për deputet, besoj se e keni kuptuar, është në studio me ne Auron Kalaja. Mirë se vjen. Mirë dita. Kalaja, mendova të përqendrohemi tek maratona e seansave gjyqësore që ju keni sa i takon për drejtësi dhe dignitet, dhe dua ta nis më njëherë me një pyetje shumë të rëndësishme dhe thelbësore. Opinioni apo pritshmëritë që ju keni sa i takon institucioneve të drejtësisë në vend, referuar jo vetëm çështjeve që ju keni personalisht? Nëse keni, domethënë, pyetjen për spakun, është këtu apo edhe të seancat që ka me velje? Edhe spaku dhe gjithë seansat e tjera, po nuk e referojnë vetëm seansave tuaja që keni personale, po flasim në përgjithësi tani. Dakord. Domethënë, për opinionin publik, unë jam në disa seansa gjyqësore. Së pari më ka kallëzu për shpifje kryetari i Bashkisë Tiranës, zoti Erion Velia, që du ta njoftoj nga kjo studio që me datën 11 dhjetor ne kemi seancën në Themel. Sepse janë bërë 4 seanca dhe kryetari i Bashkisë Tiranës nuk ka ardhur në asnjë nga gjyqjet që ne kemi qenë. Faktikisht ideja e gjyqtarës fillimisht ishte që të pushohej çështja për shkak se nuk vjen viktima akuzuese, por po pse viktima akuzuese? Po pra se është viktime, domethënë është viktimizuar nga shpifjet. Sipas tij po, por së pari duhet ju bëjmë dije që unë nuk tërhiqem nga asnjë lloj thënie që kam thënë për zotnin fjalë. Jam shumë i përgatitur për të shkuar kësaj çështje deri në fund. Kur gjykata më pyeti nëse unë do doja ta vazhdoja çështjen, pra që ajo të pushohej, unë i thash që nuk duhet pushohet, por duhet vazhdoj, sepse strategjia e tij është që të mbaj peng nëpër gjykata, duke ma çu çështjen e tjerë në infinit, ndërkohë që e gjithë interesi im është që unë të dal i pafajshëm me vendim gjykate në raport me akuzat që unë pas kam bërë për të. Çun mami ka abuzuar me fondet e shoqërisë civile, piraki në burg dhe që i ofron shërbime seksuale ambasadorëve për me marrë fonde që i ka bërë, domethënë, e tjerë. Unë nuk i iki asnjë prej këtyre deklaratave. Edhe kësaj të fundit? Patjetër që po, dhe kam vërtetuar edhe këtë. Dosjet voluminoze që mbani me... Patjetër, sepse ajo që kishte shkruajtur Velia në padi ishte që nëse Auron Kalaja del publikisht dhe kërkon falje, unë sigurisht që e tërheq padin. Unë jo vetëm që nuk kërkoj falje, se s'kam bëha si deklaratë shpifse, por do vazhdoj me deklarata tjera që unë kam i pyetje publike, si ka mundësi që më ka ardhur në gjyq tani ku unë kam me të një luftë 15 vjeçare dhe kam thënë dhe gjëna më të rënda se kaq. Po nuk kam shpif ndonjëherë, me të thënë drejtën. Unë kam organizuar protesta për vrasjen e Ardit Gjoklaj, ku i akuzuar drejt për drejt ka qenë zoti Erion Velia dhe nuk më ka çuar për këtë. Kam organizuar protesta në shesh Skënderbej para bashkisë, gjithandej edhe për çështje tjera. Pra, duhet ju them që gjyqi i Themelit do të jetë shumë interesant me provat që unë 11 dhjetor. Po. Ndërkohë, çështje paralele unë kam në gjykatën kushtetuese, ku kam dërguar kodin zgjedhor. Legitimiteti i kandidatit. Legitimiteti i kandidatit për me bën një kontroll të votave të veta. Duhet ju them që kodi jonë zgjedhor e pamundson kandidatit që të shikojë votat e vetat, pra të kontestojë një rezultat zgjedhor. Kam marrë gjithë eksperiencën e institucioneve europiane në raport me këtë çështje, Konventa Europiane për Drejtat e Njeriut, Komisioni Venecias në librin e punëve të mira në zgjedhje dhe e gjithë eksperienca dhe jurisprudenca e gjykatës së Strasburgut përcaktojnë se 3 janë palët që mund marrin pjesë në një proces zgjedhor dhe kanë të drejtë ta ankimojnë rezultatin zgjedhor. Edhe zgjedhësit madje, jo vetëm kandidatët për deputet. Kandidatët, zgjedhësit dhe partia, ndërkohë që kodi ynë zgjedhor e kanë vetëm partia politike. Unë këtë pikë kam pas, jo vetëm që e kam vujt gjatë kandidimit tim, por besoj unë që do t'jetë një dhurat në thojza që da u bëj kandidatëve tjerë kur të kandidojnë, që në momentin që ata kanë dyshime për votat e veta... Kalaja, po ju e dinit këtë klauzol të ligjit elektoral dhe pranuat garonit në këto kushte, apo jo? Por problemi është që ky nen është antikushtetues në të paktën 2 pikat e veta. Nëse do ta kishit kundërshtuar përpara procesit zgjedhor? Shiko, ky ishte një proces i cili, domethënë, kur unë vendosa për me kandidu, kanë qenë shumë pak ditë në dispozicion,
që unë të bëja këtë proces, gjithsesi më mirë vonë se kur gjykoj unë, për arsye se kjo do të jetë një gjë e cila do duhet reflektohet tani te kodi i ri zgjedhor që po bën Partia Demokratike me Partinë Socialiste. Është reflektuar ndërkohë? Unë nuk kam informacion, prandaj kam çdo forum debati e kam përdorur që ta ngrej këtë çështje, pavarësisht se kam vendosur në lëvizje gjykatën kushtetuese, e cila në rast se nuk më jep drejtësi, unë do shkoj në gjykatë Strasburgut. Gjykata Strasburgut në jurisprudencën e vet me raste nga Rumania, nga Serbia dhe nga Bullgaria ka vendosur në favor të kandidatit. Sepse me këtë ligj elektoral? Po, dhe ata kanë pas njëjtat probleme. Po, kanë pas njëjtat probleme. Që do të thotë, unë do të inkurajoja partitë politike që ta ndryshojnë këtë nen, po nuk është vetëm kaq. Padrejtësia në kod zgjedhor është shumë anshme. Duhet ju sjell në vëmendje që një parti politike mori 66.000 vota dhe arriti të nxjerrë vetëm një deputet. Të jemi realist. Një deformim tjetër që i ka bërë kodi zgjedhor përfaqësimit është në Bashkinë e Krujës, ku aktualisht ne nuk kemi asnjë deputet, as Partia Socialiste, as Partia Demokratike. Flas për banor që jeton dhe voton në Bashkinë e Krujës. Në legjislaturën e kaluar, në 2021 ka pas 4 deputet. 2 Partia Demokratike, 2 Partia Socialiste. Kësaj radhe s'ka asnjë deputet. Përveç kësaj ka edhe mangësi tjera kodi zgjedhor, ku sigurisht ne i kemi parë që të paktën një pjesë deputetësh Edi Rama i merr në tavolinë për shkak të këtij kodi. Dhe unë gjykoj që Partia Demokratike duhet ketë një strategji tani që ta konsultoj me të gjithë kandidatët, me të gjithë zgjedhësit, me të gjithë njerëzit e interesuar, palët e tjerë, që ta bëj një kod zgjedhor të ndershëm. Ndershmëria është koncept domethënë abstrakt, por të kod barabartë për palët, që të konkurrojmë zgjedhjet mundsohet rotacioni politik. Në rast se ne nuk arrijmë këtë gjë, besoj që shanset për ta në pushtet. Po ish kandidat të tjerë që mund të kenë patur pretendime njësoj si ju janë bashkuar në këtë iniciativë tuaj për ta dërguar në gjykatë kushtetuese? Jo, më të thënë drejtën, unë kam shku vetëm atje. Ne kemi qenë grup, fillimisht, grup, do më thënë se cili ka qenë për bori numrimin e votat e veta, por pastaj rrugët tona u nda në 2 momente. Momenti i parë ka qenë gjykata kushtetuese, momenti i parë ka qenë Spaku, sepse unë në momentin që nuk i hapa do të kutit në KAS, në Komisionin e Ankimeve dhe Sanksioneve, në një proces administrativ, për mendimin tim ata janë organ kuazi gjyqësor, por gjithsesi ata nuk dolen e janë në lartësinë e detyrës, për këtë arsye edhe unë i kam kallëzuar në SPAK. Megjithëse SPAK-u e rrëzoi, gjykata vendosi që të hetohen për shpërdorim detyre dhe ka detyron SPAK-un tani që t'i hetoj. Megjithëse unë pas kësaj betejë që bëra në KAS, që më hapën kutit në një mënyrë, do me thënë, të pjesshme, ndryshe nga Tirana dhe Fieri që u hapën gjitha kutit, në Durrës u hapën vetëm disa, madje ndodhi skandali për masave të mëdhaja për shkak se qarku Durrësit ka gjithsej 493 kuti, ata vendosën që të hapin 290 kuti dhe si përfundim hapën vetëm 152 kuti. Pra as gjysmën. As gjysmën dhe te kutia 152 nuk kanë një vendim, nuk kanë shpall një vendim që të thonë shiko se ne ndërpresim rinumrimin për këto çështje. Dhe unë besoj që shkelën ligjin. Për këtë arsye i kam çuar në SPAK dhe i kam kërkuar SPAK-ut që këta njerëz kanë shpërdoruar detyrën. SPAK-u, siç ju thash, më rrëzoi, por gjykata e GKK-ja po e detyroi. Pse? Të hetoj për shpërdorim detyre, po do të hetoj thoni ju SPAK-u tani pasi e detyron GKK-ja? Unë besoj që do të hetoj sepse e detyron ligji, domethënë nuk e di a ankimu ky prokurori çështjes vendimin. Ndërkohë për çështjen tjetër do ju sqaroj se ka zhvillime, por kjo është çështja e shpërdorimit të detyrës që kam çu KAS-in dhe gjykata çmon 3 momente që është shkel ligji, në SPAK-u 3 momente. Së pari kur vazhdoi rinumrimi dhe u gjetën pa rregullsi, KAS-i ishte i detyruar që të vazhdonte me kutitë të tjera të rinumrimit sepse u gjetën pa rregullsi. Së dyti kanë miratuar një tabelë përmbledhëse të rezultatit të falsifikuar. Pse? Sepse në 152 kuti që u hapën, tregoi trendi që edhe në kutitë e tjera potencialisht ekzistonte dyshim i arsyeshëm që mund të kishim ndryshim të rezultatit. Kështu që nuk do duhej të miratohej kjo lloj tabele përmbledhëse e cila është në faqen e KQZ-s. Dhe momenti i tretë, që është moment që e di edhe personi që është në vit parë juridik, është që kur ti shef pa rregullsi në një proces, duhet t'ia referosh prokurorisë. Nuk e ndan ti nëse është krim zgjedhor apo gabim njerëzor. E gjithë narrativa e KAS-it ishte që këta janë gabime njerëzore. Po më fal, kanë lyt 42 vota në një kuti për një kandidat. Kanë lyt 15 vota në një kuti tjetër, 14, 9, 8 dhe kjo bëhet në mënyrë sistemike. Begatohet një kandidat. Atëherë, këtu për mendimin tim nuk kemi të bëjmë me gabim njerëzor.
por kemi të bëjmë me krim zgjedhor. Gjithsesi këtë nuk e zgjidh as unë as Kasi, prandaj e çova në gjykatë dhe gjykata çmon që të paktën këto materiale duhet të referoheshin prokurori. Këta nuk i kanë referuar. Por nuk bëhet fjalë vetëm për rastin tim, Eliana, dhe më lejo ta them publikisht që un kam kallëzuar edhe Tiranën, un kam kallëzuar Dibrën, kam kallëzuar dhe Fierin, kam kallëzuar 4 qarqe, sepse rëndom thuhet që ky e ka bërë për mandatin e vet. Po patjetër un duhet bëhem deputet, prandaj kam hyrë në garë. Unë do jemi pa moralshëm në rast se nuk e pranoj. Do jemi hipokrit. Por nga ana tjetër, në kallëzimin që unë kam bërë në prokurorit të dyja kallëzimet, në SPAK kam thënë që kam parë parregullsi nëpërmjet media, se s'kam marrë vesh në procesin e rinumërimit, kam marrë vetëm te procesi Durrësit, që në Tiranë u trafikun 10.000 vota. Këtu nuk bëhet fjalë për Partinë Demokratike, bëhet fjalë për Partinë Socialiste, se si u morën 10.000 vota nga kandidat caktuar. Ky Ervin Hoxha, kandidat tjerë, Blendi Gonxha, kishte manipuluar vota apo kishte marrë vota. Dhe ky është gabim njerëzor, më fal. Pra 10.000 vota trafikuara gabim njerëzor. Ç'a na prodhoi tjetër rinumërimi, sepse ne na bën tabel qitje atëherë. Këta kishin 3 palë. Pala e parë ishte që ne po godasim Partinë Demokratike, sepse Partia Demokratike thot ka pas farë zgjedhore dhe ne themi që na kanë vjedh nga brenda. Edi Rama thonte po na mani peng procesin sepse nuk po certifikohet rezultati i zgjedhjeve me proceset që kishim ne nëpër gjykata. Dhe pala e tretë ishte KQZ-ja që na thonte neve që na prishët pushimet. Pra këto ishin palët që na akuzonin për atë. Po unë mendoj që ky ishte proces historik rinumërimi. Pse? Lëvizi një mandat në Fier. Kjo është shumë e rëndësishme. Pavarësisht se me urdhër partie, zonja nuk e pranoi mandatin e deputetit dhe tha, ishte fut në garë dhe tha nuk duhet bëjmë deputete dhe e mori Zeqinet Saushi sepse kështu ishte situata në Partinë Socialiste, ata donin që ta mbanin në deputete Zeqinet. Është punë atyre, ai është niveli atyre i përfaqësimit, nuk kam gjë me ta. Por lëvizi një deputet në Dibër, në rast se do vazhdonte rinumërimi kutive, do të kishte rrokad tek kandidatët e listës hapur. Kjo është e vërteta, nuk e them unë. E thon faktet që janë zyrtare nga KQZ-ja. Ne pam 4 qarqe, po 8 qarqet e tjera që nuk u bë rinumërim, nuk duhet spekuloj. Por ekziston dyshimi i arsyeshëm që edhe në qarqet e tjera ka pas probleme. Atëherë në fund ditës për çau u boi gjithë ky proces, në gjykimin tim, si e shikojmë. Unë mendoj që ne dham një kontribut që i tregum qytetarëve shqiptarë se si vidhen votat në tavolinë. Unë kam jetë që punoj për një vot. Unë kam luftu gjatë gjithë jetës time për një vot. Dhe të ma marrësh ti në tavolinë, kush jeti? Cili jeti? Kush të ka marrë ty në telefon? Ti do t'i tregosh tani se kush të ka marrë në telefon dhe kush të ka thënë merja votën Aulonit dhe çoja këtij, ose merja votën Elianës çoja atij. Kjo është e tmerrshme. Një, e dyta, është shumë e rëndësishme që zgjedhjet e ardhshme të bëhen më të mira. Në rast se ne do kemi tani një thirrje ose do kemi një ndëshkim të merituar për ata që kanë marrë vota, nuk po them, ti ke njerëz për shembull Bashkinë e Krujës që nuk ka lëviz asnjë votë. U hapën nga kuti, u hap rinumërimin, u bë disa kuti të pjesshme në Krujë dhe nuk pati asnjë lloj problematike. Po aty kam qenë vetë. Ndërkohë në zona të tjera, patjetër në 6 KZZ të tjera ka pas probleme. Tani unë çfarë them? Kam marrë pamjet nga KQZ-ja, kam parë videot dhe unë kam pretendimet e mia. Unë tani nuk jam adoleshent që të them kot hap kutit. Unë kam pa diçka apo jo, sepse unë kam shku me fakte në KQZ dhe i kam thënë më hap këto kuti. Të gjitha kutit që i kam kërku KQZ s'kan pas probleme. E pranoi KQZ-ja vetë mbledhje. Po, është e vërtet, kutit e sjella nga Ulon Kalaja kanë pas probleme të gjitha, sepse pash videot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Tani vim te vendimi i dytë, me që jemi te drejtësia. Vendimi i dytë është vendim historik. Për herë të parë në Republikën e Shqipërisë do hetohet për krim organizuar zgjedhor. Deri tani jemi marrë me 50.000 lekësha, ma bleu votën e tjerë. Këtu bëhet fjalë për grup strukturuar kriminal dhe për falsifikim zgjedhor. SPAK-u marrëzoi, ishte gjykata që e detyron SPAK-un të hetojë në 7 pista. Së pari, të evidentohen emrat e numëruesve, cilët kanë bërë këto problematika. Së dyti, të hapen videot dhe audiot që nuk kanë ndodhur ndonjëherë. Deri tani kemi hap vetëm kutit. Do hapen videot. Pse videot? Sepse video është shumë e rëndësishme. Në video del për herë të parë fleta votimit, siç ka qenë e virgjër, pra që merret nga qytetari dhe del para kameras. Në këtë video kemi një vot për Partinë Demokratike dhe një X qytetar, Eliana, ka zgjedhur ta lejë bosh fletën e votimit. Pra nuk i ka pëlqyer asnjë nga kandidatët, po marr qarkun e Durrësit ku un kam konkurruar. Dhe ka votuar vetëm për logon e PD-s. Tani kjo vot në numërimin e dytë merret dhe tjetërsohet dhe vendoset X-it e një kandidat tjetër. Këtu ka ndodhur manipulimi i votës dhe këtë mu nuk ma zgjidh hapja e kutisë. Mu këtë ma zgjidh hapja e videove. Ose votohet Aulon Kalaja dhe në numërimin e dytë mdel Aulon Kalaja dhe Eliana. Vota për 2 kandidat që
është e pavlefshme, por e merr partia nga ana tjetër. Ose 7 vota në një kuti, a ulon Kalaja Partia Socialiste. Ka sens kjo? Kush që kanë këto qytetarë? Të 7 në një kuti, se dakord, një mund të jetë gabim njerëzor që një qytetar ka votu pa dashje PS-n dhe Aulonin. I ka pëlqyer PS-ja dhe kandidata Auloni, që është votë e pavlefshme, apo jo? Po 7 vota në një kuti, i ka me video këto. Po unë nuk do t'i nxjerr derisa të bëhet hetimi. Dhe pika tjetër që i thot gjykata Spaku të hetoj është boja e stirolapsit. Pse? Sepse ekziston boj tjetër stirolapsi tek logo partisë dhe boj tjetër stirolapsi tek kandidatit. Si mund të ndodhë? Kjo ndodh nga numëruesit, cilët kanë numëruar votat. Dhe në momentin që kanë marrë votën aty, e kanë prish votën me stirolaps që kanë qenë në tavolinë. Dhe kjo do zbardhet nëpërmjet videove. Në rast se këta do ta kenë seriozisht, në rast se s'do ta kenë seriozisht, më fto prapë në studio dhe unë do të denoncoj me forcë. Si mendoni ju, e kanë seriozisht? Nuk e di, Eliana. Po ka vjetra, qindra krime elektorale të denoncuara. Nuk janë, është e vërtet. Dosja 184-339. E cila nuk ka marrë përgjigje. Me këto dosje është luajtur ping-pong. Ping-pong edhe është e tmerrshme. Është e tmerrshme. Sepse është nga kryeministri deri poshtë tek këto që i thonin tërmet. Një njeri që i thot në tërmet është po bën sot reformën zgjedhore. E kupton se çfarë morali ka kjo tani? Pra Damian Gjiknuri, që i thonte do i bëjmë tërmet dhe bashkëpunonte me telefone, me gjithë mënyrat, me enturazhe kriminale, se kriminale janë ato. Ata e vrasin votën, pa shku në kuti, pa tjetër. A ka manipulim më të madh vote se kjo? Dhe sot nga Spaku ne nuk kemi i përgjigje të kompozuar për këtë çështje. Ora që ndodh me dosjen 184-339, për mendimin tim rrezohet qeveria, në rast se ne, se gjithë lista durrësit ra, të paktën te dosja 339, apo jo? Të ra lista durrësit u futën të gjithë deputetët në burg, me ministra, me deputetë e tjerë. Të njëjtën fat besoj do ketë dhe kjo lista tani. E peti një personazh aty që mori mbi 21.000 vota, filozof apo jo? Një njeri i cili në legjislaturën e kaluar kishte marrë vetëm 2500 vota. Si ka mundësi për 4 vjet nga 2500 vota shkon në 22.000 vota? Si ka mundësi që ky ja kaloi dhe Edi Ramës? Edi Rama ishte deputet i qarkut tim, i qarkut Durrës. Mori 15.000 vota, mori Edi Rama, kryeministri. Ky merr 21.000 vota? Kjo është e paimagjinueshme. Ku i mori votat ky? Domethënë si i mori votat. Prandaj unë i bëja thirrje Spakut atëherë kur shkova aty dhe nuk ishte për populizëm. Më vendos mua përgjim. Unë nuk kam blej asnjë votë. Po kur i them vendos mua përgjim, shif edhe këta tjerë se çfarë po bëjnë. Po është shumë e thjeshtë, merri telefonin dhe shih me kë takohen, me kë kontaktojnë. Kush ja u ka bërë votat? Kush është grupi kriminal patronazhist i këtyre, që i ka marrë nga hiçi, nga asgjëja dhe i ka thënë Edi Rama që me këtë kandidat do matesh se sa cila është pesha jote. Në Durrës, në Elbasan, apo jo? Si ka mundësi që fiton ajo zonja, zonjusha, në burg të Elbasanit? Çfarë kontributi ka? Pse i bëri për vetet burgosi? Pse mos të fitoj unë për shembull, në burg? Ka marrën 8 vota, ka marrë në burg të Fushkruajës. Nuk ja kam iden kush mi ka dhënë. Po ai tjetri ka fituar ai i Durrësit në burg të Fushkruajës. Ç'ne? Unë jam çun në Fushkruajë. Pse mos të fitoj unë për shembull? E di që përbërja burgut është fluide, ka dënum nga gjithë anët. Patjetër, ne kemi pa që zakonisht në përburgje marrin vota ata njerëz që ku është burgu, pra në Peqin merr një nga Peqini, në Rogozhin merr një nga Rogozhina. Këta kanë ardhur kanë fituar burgjet, kanë fituar lagjet më të varfërta, ku është komuniteti rom. Po ti shikosh gjeografinë e fitores këtyre, pavarësisht se në zonën tonë u kthy mas 18 viteve fitoi Partia Demokratike. Po them 2-3 kuti që kanë pas mundësi me fitu, këto kuti vulnerabël. Pra, ku është Spaku në këtë rast? Dhe të çështjet që diskutuam deri tani. Po deklaratat e kryeministrit, Spaku është krijesa ime, Spaku ekziston vetëm fal Partisë Socialiste, fal këtij koci. Keni harruar ju Kalaja teksa artikulonin në këtë formë? Dhe i kërkoni Spakut pra krijesës të Ramës të hetojë Ramën. Shiko, unë dyshoj që kjo është një krijesë e Ramës, domethënë, që të jemi sinqertë, domethënë, me qasjen time. Por patjetër që ai ka ndikim aty dhe goditet e mëdha pa okejin ati nuk merren. Të paktën më sa e kam ndjek unë. Unë jam një njeri që nuk e kam për gjë që të komentoj vendimet e gjykatës, se jam dakord me atë shprehjen amerikane që thotë zemra e një demokracie të shëndosh është komentimi i vendimeve të gjykatës. Nuk kompleksohem unë nga kjo. Unë kam menimin tim për Spakun, që është një element i cili në brenda ka njerëz të pakorruptuar dhe njerëz të korruptuar. Njerëz të kapur dhe njerëz të pakapur. Edhe gjykata posaçme, e njëjta gjë. Pra ky është mendimi im. Problemi është që krimi zgjedhor është një pro force për
për SPAK-un, për mënyrën se unë kam kuptu, nga ajo që më kanë lënë ata me kuptu, që ata nuk kanë dashur me u marrë me zgjedhjet. Pse? Sepse ata ngritën një task force. Nuk kanë dashur apo nuk i kanë lejuar? Jo, nuk e di tani, nuk i kanë lejuar apo jo, por e kishin një lloj bezdije. Unë jam pyet disa herë në SPAK, si person që kam kallëzuar zgjedhjet. Më kanë thirrë disa herë. Kam bërë atë deklaratën e sekretit që nuk do bëjmë me dije ato etj, por diçka mund t'ju them se si është situata nga eksperienca që kam pas personale. Së pari, ata ngritën një task force për qarkun ton, për qarkun e Durrësit, ndryshe nga qarqet e tjera, dhe nuk kemi sot një rezultat nga ajo task force. Ishin veprone një nga lavazhet e Durrësit, me informacionin që kam unë, dhe nuk kemi sot rezultate nga kjo çështje. A u manipuluan votat në Durrës? Po. A u blen votat në Durrës? Po. Edhe në Bashkinë e Krujës, edhe në Shijak, edhe në Sukt. Por nuk kemi përgjigje sot nga SPAK-u. Fakti që prokuroria posaçme më rrëzoi të dy kërkesat e mia, po mi ktheu gjykata, kjo tregonte që ata nuk donin me u marrë me këtë çështje. Jemi realist. Pavarësisht se prokurori e kishte pranuar në vendim që Aulon Kalasi janë manipulu votat, po më rrëzoi grupin kriminal dhe ju kanë rrëzuar një tjetër ankimim Kalaja, është gjykata e apelit kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Është vërtet. Përsa i takon ankimimit, kallëzimit që keni bërë për e ministrave për faljen e gjobave 2 ditë para zgjedhjeve të 11 majit. Ndërkohë që ligji thot 4 muaj para zgjedhjeve nuk lejohet. 4 muaj para zgjedhjeve dhe deri informimin e qeverisë re, që praktikisht i bie 4 muaj pas zgjedhjeve. Unë kam lexuar ligjin. Nuk ishin vetëm falja e gjobave, se janë prerë shirita, janë... Patjetër. Jo, unë do rritë falja e gjobave, sepse do t'i rri strikt ligjit, i cili përcakton se këto politika fiskale nuk mund të ndërmeren dot në kohë fushate elektorale 4 muaj para zgjedhjeve. Që do të thotë, në rast se këta do ta bënin në janar këtë çështje, siç e votuan në fundin e dhjetorit, mos gaboj 10, dhe në fletoren zyrtare do dilte me datën 15 janar. Qa bën këto tani? Nuk e nxorën me 15 janar, e nxorën me datë 9 maj, 2 ditë para zgjedhjeve. U falën gjobat sipas këtyre, të IKMT-s, të IMT-s, të policisë bashkiake, policisë rrugore dhe gjobat idiotet Covidit, nëse të kujtohen ato gjobat. Domethënë, unë kam qenë një nga njerëzit më të gjobit atëherë se smasha dhe maskën edhe bëra thirrje publike mos me majt maskën, po nese, ose dilshim këto që... Po, pas kanë falur gjobat, Kalaja. Po, faleminderit. Unë s'kam paguajt asnjë gjob, domethënë, më thrishin në telefon te policia, hajde paraqitu etj. Ose protestën e teatrit që kemi qenë bashkë atje, se ajo në atë kohë ajo protestë. Edhe gjobiteshim neve, na ishin patentat që si kishim etj. Tani, unë e çova këtë në prokuroria ma rrëzoi. Pastaj e çova në gjykatën e shkallës parë, ma rrëzoi. Tani e kam çuar në gjykatën e apelit. E rrëzoi. Tani do shkoj në gjykatë lart, se s'kam ku të shkoj tjetër, do shkoj në gjykatë lart, pastaj do i ndjek shkallët të gjitha. Unë mendoj që Këshilli i Ministrave ka shkel ligjin, sepse unë e kam kallëzuar të gjithë Këshillin e Ministrave, sepse ajo është vendimare e Këshillit të Ministrave. Edi Rama, kryeministri, nuk ka qenë në këtë mbledhje. Dhe nuk ka firmos. Ja ka lënë firmën e ka deleguar Belinda Balluku. Në fakt, në shumë mbledhje të tilla, shumë VKM nuk mbajnë firmën e Ramës. Si të incineratorët, mbledhjet më problematike. Dhe tani çam ndodhi rrugës Eliana dhe këtë ma zbuloi SPAK-u. Kur unë shkova në SPAK, në çështjen e rrëzuar, një nga argumentet ishte që shiko, këtu është bërë një kontroll administrativ dhe nuk ka dalë me shkelje kjo gjë. Dhe si ishte bë kontrolli? Ministri i Punëve të Brendshme, Ervin Hoxha, i kishte dërguar një letër Ilirian Celibashit, kryetarit KQZ-s, dhe i thonte, qeveria përgatitet për me falë gjoba. Ka ndonjë problem? Edhe Celibashi kishte hetu, domethënë, nuk e di. Kishte shfletu ligjin elektoral. Dhe thonte që jo, nuk ka ndonjë problem. Po. Dhe këtë tani ma dhanë si informacion këto. Tani unë menoj që SPAK-un e drejtoi Altin Dumani, jo Ilirian Celibashi, me sa kuptova unë. Po aty e mora vesh ndryshe, tani e mora dhe zotin Celibashi dhe e kallëzova për këtë çështje në bashkëpunim, se ishte bë kjo çështje në bashkëpunim. Një tjetër kallëzim tani. Po pra, po e futa, po është bashkë me këtë. Është bashkë me këtë. Dhe kjo shkresa, ky ping-pongu shkresave kishte ndodhur me 7 maj. Dhe për 2 ditë ishte sqaruar kjo punë, me 9 maj u falën gjobat. Tani, pse mendojnë që kam drejt te kjo? Unë kam citu ligjin dhe është kallëzimi më i thjeshtë. Dhe jemi në zgjedhje parlamentare, patjetër, e kanë bërë të zakonshme për zgjedhjet lokale që thonë nuk i referohemi ligjit elektoral. Po pse ligjet do na pengojnë neve? I referohen kur janë zgjedhje. Si thanë ata, ligjet do na pengojnë neve që ne ta bëjmë këtë punë, nuk na pengojnë ligjet tona.
Kjo është shprehje e famshme në kohën e komunizmit. Tani, pse besojnë që kam drejt? Kam citu ligjin, është kallëzimi më i lehtë që kam bën në jetën time. E kam lexu, si është, edhe shkova direkt, e kallëzova. Me 2 rreshta e kam bën kallëzimin. Por kallëzova Këshillin e Ministrave. Raporti OSBE Odirit ka një paragraf të veçantë, ju besoj e keni lexu, dhe thot pikërisht për këtë çështje, që si pasojë e faljes zgjobave 2 ditë para zgjedhjeve, thon ata, mendimi i disa zgjedhësve u ndryshon në favor të qeverisë. Ti e ke në raport OSBE Odirit, që është një nga shkeljet. Pra, e ke aty fakt këtë gjë. Kështu që unë mendoj që kjo ishte një tjetër provë force që në rast se gjykata do ishte e pavarur dhe spaku do ta godiste qeverinë. Po, është e vërtet, sepse ka fakt penal. Dhe mua çam thon, nuk ka fakt penal kjo gjë në të gjithë përgjigjet. Sepse këtë e ka thënë Celibashi. Po patjetër, pra, ky është problemi. Dhe unë mendoj që ja, kjo është një provë tjetër force. Ashtu siç kanë qenë prova force dhe shumë dosje tjera, pa diskutim. Po këtë e kam ndjek personalisht. Dhe për këtë jam kompetent të flas, jo se jam jurist, po që e kam ndjek nga pika A deri te pika Z, që do shkoj tani deri në fund. Në rast se gjykata lart do marrëzoj, do shkojnë kushtetuese, do shkoj edhe në Strasburg çështja. Deri aty do ta çoj, se s'kam ku e çoj më. Po do ta çoj. Si ja bën për të menaxhuar kohën? Shiko, Strasburgu ka nxjerrë një mënyrë që mund t'i bësh online. Se ne ke parasysh, domethënë, avokatët që më kanë shërby. Kryeministri ta kishte pyetur pak për çështjen e pezullimit të detyrës. Po pra, siç është ky debati sotëm që po bëhet sot. Po pra, se po presim sot mendimin e gjykatës kushtetuese. Kalaja, për të përfunduar se jemi në fund fare, vijon Fax News ora 20:00 çdo të mërkurë emisioni nga Kalaja. Po, është e vërtet, është një oazë lirie, domethënë, kështu e shikoj televizionin Fax News. Nuk më kanë censuru në erë për të ftuarit, as për temat, ndryshe nga disa televizionet tjera ku unë kam punu, dhe do vazhdoj që të jap kontributin tim në këtë televizion, me aq mundësi sa të kem që të... Pra, unë një gjë nuk kanë negociu kur një jetën time, që është liria. Jam njeri lirë dhe i kam thonë menimet e mia kudo. Ma aq sa mendojnë që kam pas mundësi dhe lirin, pa të cënu lirin e tjetrit, sigurisht. Por Fax News-i ma ka dhënë këtë gjë dhe prandaj po bashkëpunoj. Do më thënë, kur unë të lëviz nga ky televizion, ka pas një problem madhor, o me të ftuarit, o me temat, besoj unë. Për gjë tjetër, i kemi marrë parasysh. Po pra, e kemi marrë parasysh këtë, do më thënë, këtë gjën. Kjo është e vërtet. Aulon, të falenderoj shumë. Faleminderit ty për ftesën, sinqerisht ishte kënaqësi. Faleminderit. Aulon Kalan mund ta ndjekin teleshikuesit çdo të mërkurë në Fax News ora 20:00. Faleminderit, falenderojmë gjithë zonjat e zotrinj në ndoqën.